Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hithra, sekreti që shëron në dhimbjen e kockave, ja receta. Në Shqipëri, hithrat janë shumë të përdorura, si në gatime po ashtu edhe në trajtime natyrale për shumë sëmundje. Kjo bimë është përdorur prej shekuj edhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të cilat janë të shkaktuara nga poleni dhe pluhuri. Hithrat falvetive diuretike janë shumë të përdorura për trajtimin e problemeve me veshka dhe njëkohësisht infeksionet urinare. Sipas ekspertëve, lëngu i tyre është njëkohësisht perfekt për të larguar lëngjet e tepërta që organizmi juaj prodhon, duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer doli në përfundimin se hithra mund të përdorej për trajtimin e artritit. Personat të cilët ishin të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e paktë përgjatë gjithë trajtimit një javor. Përse funksionon kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e kockave tek personat të cilët vuanin nga artriti qetësoheshin në saj të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe njëkohësisht të histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmitorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hithrat konsumoheshin në formën e lëngut të shtrydhur apo të çajit, u vure se arrinte të paksonte acidin urik. Ky acid gjithashtu prodhohet kur organizmi tret proteina dhe akumulohet në nyja dhe në kocka, duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje. Si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet e artritit? Metoda e parë e trajtimit është që ta aplikoni direkt në zonën ku ju ndjeni dhimbje më të forta. Një pastë me gjethe hitrash të shtypura. Pra, mjafton që të shtypni në mikser gjethe të njoma hithrash me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku ju dhëmb. Mbajeni për 5 deri në 10 minuta dhe më pas pastrojeni me një letër dhe më pas shpëlajini mirë. Nëse nuk e duroni do të digjen karakteristike të hithrave apo shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj këtij trajtimi, atëherë mund të provoni metoda të tjera. Mjafton që ju të pini një lugë gjelle me lëng hithre të njom 3 herë në ditë për 15 ditë dhe kështu do të shikoni ndryshime. Gjithashtu, edhe çaji i përgatitur me hithra, si të njoma po ashtu edhe të thata, ka aftësi qetësuese të dhimbjeve të cilat janë të shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan të paktën 3 herë në ditë, por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, është e mira që ta përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se hithra përmban flavonoid, vitamin A dhe enzima antiinflamatore të cilat shërbejnë në mirëqenien e të gjithë organizmit tuaj. Këtu ju do të mësoni se si të shëroni dhimbjet e gjurit duke përdorur vezë. Nyjet më të rëndësishme në të gjithë trupin ton janë pikërisht gjunjët, meqense na ndihmojnë në lëvizje të trupit. Sipas ekspertëve, gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mund të sjellë vështirësi dhe njëkohësisht të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit duhet të veproni shpejt, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të sjellin tek gjunjët tanë. Në këtë video, ju do të mësoni për një ilaç natyral shumë të rëndësishëm i cili është në gjendje të qetësojë dhimbjen në gjuhë për disa minuta.
por duhet të jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mund të shkaktohet njëkohësisht nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe artriti. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 2 lugë krip, fashë elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe e përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt mbi gjuhë, si edhe përdorni fashë elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktikë me fasha të paktën 4 herë në ditë. Ndërkohë, me kalimin e kohës, trupi i njeriut e humbet forcën e vet dhe bëhet akoma edhe më i brisht. Kyçet preken më lehtë nga frakturat për shkak të vështirësive në lëvizje. Speci djegës është përdorur prej shekuj kundër këtyre dhimbjeve. Ai përmban kapsaicin që bllokon transmetuesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina ndalon fibrat e nervave të ndjejnë dhimbje dhe ta transmetojnë atë. Kapsaicina parandalon shpërndarjen e dhimbjes në zona të tjera. Uthulla e mollës. Sipas të dhënave, uthulla e mollës futet në lëkurë dhe njëkohësisht ajo shpërbën të gjitha kristalet të cilat formohen në kyçe. Acidi acetik gjithashtu zbut dhimbjen e tendinave dhe të inflamacionit. Për më tepër, uthulla përmban shumë minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi dhe fosfori. Vaji i ullirit është shumë i dobishëm kundër inflamacionit, madje shërben edhe si një vaj i bartës i shkëlqyer. Xhenxhefili. Studimet gjithashtu kanë treguar se aplikimi në lëkurë i xhenxhefilit gjithashtu zbut dhimbjet e osteoartritit brenda një jave. Xhenxhefili nuk ka natyrë agresive dhe ka aftësinë që të vënojë dhe madje të shmangë nevojën për përdorimin e trajtimeve më të vështira mjekësore. Kjo pastë bëhet duke përzier vaj ulliri, uthull dhe njëkohësisht xhenxhefil dhe spec djegës. Të gjithë këto përbërës luftojnë inflamacionin dhe nëse konsumohen si ushqim. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle me spec djegës pluhur, 1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri të ngrohur. Si uthulla ashtu edhe vaj bëjnë të njëjtin efekt, ndaj zgjidhni sipas mundësive, dhe 1 copë e vogël xhenxhefili të grirë holl. Përgatitja. Përzini uthullën ose vajin e ullirit me specin djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajini për 20 minuta. Më pas, shpëlajini zonën dhe thajini me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mund ta ruani në frigorifer dhe ta përdorni sa herë ju të dëshironi, por përpara çdo aplikimi, përzieni dhe një herë. Rekomandohet që dhimbjet e kyçeve, gjurit dhe kockave nuk duhet të neglizhohen. Shpesh herë ato kërkojnë edhe ndërhyrje mjekësore, por në shumë raste, recetat natyrale mund t'ju ofrojnë qetësinë e munguar. Mirëpo duhet të dini, nëse ndonjë nga përbërësit ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.